mendoj që është evidente që Irani është i vetëdijshëm që presidenti Trump është në një pozitë të pakëndshme për shkak të rrezikut që të ngritjes së çmimeve të naftës dhe humbjes së zgjedhjeve në nëntor të këtij viti në Kongresin Amerikan dhe humbjes së shumicës së republikanëve, duke luajtur në këtë lojë, por kjo është lojë e rrezikshme sepse nëse sondazhet në Shtetet e Bashkuara i bëjnë të qartë presidentit Trump se i ka të humbur ato zgjedhje, Irani mund të përjetojë në periudhën e ardhshme ditë të vështira. Nuk them atë që ka thënë presidenti Trump pra fundi i një civilizimi, por mund të shohim ferri në tokë, sepse në momentin që administrata Trump e kupton që ka humbur zgjedhjet në vjesht, nuk ka çfarë të humbas, deri më tani nuk kanë shfrytzuar potencialin që e kanë. Ju keni dëgjuar disa nga zyrtarët më të lartë amerikanë që ata disponojnë armatim për cilin bota nuk e di çfarë është. Dhe unë mendoj që ndoshta Irani i pari do ta shohë se cila është forca e armatimit sekret amerikan. Zoti Koci, nga ajo që po dëgjojmë, parashikoni një përshkallëzim të konfliktit gjatë ditëve në vazhdim, duket se për negociata nuk ka më hapësirë aktualisht? Mendoj që nuk ka. Irani ka pasur një muaj kohë, është evidente që e ka ngurtësuar pozicionin negociator, nuk jo vetëm që nuk është tërhequr, por është bërë më agresiv, dhe në përgjithësi mendoj që ne në një periudhë të gjatë kohore, unë nuk mendoj që kjo luftë do të marrë fund shpejt, kjo do të zgjasë në muaj, për të mos thënë me vite, ne do të shohim raunde të goditjeve, bisedimeve, negociatave, dështimit të negociatave, pastaj sërish goditjeve. Është një luftë e cila do të zgjasë shumë me pauza të gjata, por luftë shumë e gjatë sepse basti i vënë është shumë i lartë. Basti i vënë nga ana e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është shumë i lartë, nuk mund të tërhiqen nga ai bast, dhe druaj që ne në periudhën e ardhshme do të shohim raunde të dështimit të bisedimeve dhe luftime. Këtë e ka bërë fakti që opcioni toksor nuk është real. Nuk është real sepse për opcionin toksor duhen 1 milion deri 1.300.000 ushtarë. Ky do të ishte një Vietnam i ri. Amerikanët nuk do ta bëjnë këtë gabim dhe në vend të opcionit toksor, i cili nuk mund të sjellë fitoren për Shtetet e Bashkuara. Irani është një vend shumë i madh, është sa 3 herë Franca, ka 1.600.000 km2. Nuk është pushtuar në qindra vitet e fundit. Pra, në vend të opcionit toksor, do të shohim raunde të bisedimeve dhe luftimeve, por në një kohë shumë të gjatë. Gjithnjë përderisa nuk me sigurohet uraniumi i pasuruar, derisa nuk përfundimisht Irani të heqë dorë nga programi i tij bërthamor.